Për sa kohë ishin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ata ishin një çift sa simpatik, por edhe i çuditshëm. Po flasin për Loredana Bratin dhe Joz Markun. Në postimet e fundit të tyre vërim disa ndryshime, por fansat mendojnë se Loredana me postimin e fundit ka deklaruar në një farë forme se i ka dhënë fund marrëdhënies së saj me Jozin. Ndonse, kështu natë nënkuptohet Insta story i fundit, ku ajo pozon për reklam, teksa ajo ka vënë pa dorën e saj në të cilën po mungon unaza që Joz Marku ja kishte dhuruar brenda shtëpisë së famshme, ku pati edhe një martesë mes tyre. Fansat mendojnë se tani më, fotot që publikohen në rrjetet sociale japin shumë prova dhe dëshmi që Loredana ka hequr dorë totalisht nga Joz Marku. Nga ana tjetër, edhe Joz Marku kishte publikuar një foto ku shkruante: "Dëgjoj zemrën dhe jo fjalët e njerëzve." Me sa duket, ato po flasin me njëri tjetrin nëpërmjet rrjeteve sociale, pra me thumbime. Nuk dihet ende nëse çifti vazhdon të jetë bashkë, apo ndoshta i kanë dhënë fund lidhjes së tyre.